duhet të jemi edhe pak realistë. Protestat nuk kanë qenë thjesht shëtitje në bulevard, kanë pasur akte, sidomos reagimi nga ana e policisë ka qenë, siç e thatë dhe ju, apo siç është thënë në gjithë mediat ndërkombëtare tashmë, disproporcional, dhe sigurisht një protestë ku ka akte të tilla, ku ka përplasje këto, asnjëherë mos mendoni se do ketë për masat e një manifestimi krejtësisht të qetë. Kjo dihet dhe e kemi thënë disa herë. Numrat ndryshojnë. Megjithatë, ajo që është vënë në re, ajo që unë kam vënë në re, dhe e kam thënë dhe më parë, ka dy element. Së pari, nuk ka frikë brenda protestuesve përkundrazi, pavarësisht dhunës, pavarësisht arrestimeve, pavarësisht gjithë represionit që është shtuar nga ana policisë, në krahun tjetër, në krahun e protestuesve, reagimi është frika pothuajse po shuhet mes protestuesve, përkundrazi kam parë një grind, një përpjekje për të luftuar edhe në raste kur duket sikur nuk ka për çfarë të luftosh, ajo pjesa e të rinjve, sidomos ka një pjesë të rinj që nuk i kishin parë prej kohësh në protestat tona, që janë gati të përballen dhe thash nuk tremben as nga dhuna, as nga arrestimet që ndodhin në mënyrën më skandaloze. Ne kemi parë që janë marrë edhe njerëz nga rruga, dhe kjo është thjesht në strategjinë e terrorit. Edhe kemi përcjell. S'kan qenë as në protesta fare, ka dalë, është vërtetuar, dhe kjo futja e provokatorëve, e policëve civil, pa shenja identifikimi, pa dokumenta që hynë, dikush provokon brenda turmës, dikush krijon dhe akte që pastaj sigurisht provokojnë njerëzit dhe reagimin e tyre. Pra të gjitha këto tregojnë frikë, dhe këtë ju a them si ekspert i protestave në vite. Të gjitha këto reagime që duket sikur janë forcë nga krahu i pushtetit, në fakt tregojnë të kundërtën. Tregojnë frikë dhe dobësi. Sa më represiv bëhen, aq më tepër tregojnë që janë më dobët. Dhe reagimi, thash, në krahun tjetër, në krahun e protestuesve, ka qenë pra rritje e rezistencës, rritje e grintës, e forcës, e dëshirës për të përplasur. Shpesh, se shoh thash, këto karagjozët mediatik që përpiqen ta kapin dhe me lapsus të Berishës apo këtë për ta futur në me që jemi këto karagjozët mediatik, Paloka, në rolin e organizatorëve të një kryengritje të armatosur. Kishte kryengritje armatosur, Rama i lagur tashi nuk e di se në cilën pjesë të botës do ishte. Po krejt i lagur, nga koka te këmbët. Nuk ka kryengritje të armatosur, se thash po të kishte kryengritje të armatosur, nuk do ta shifnit më atë kryeministrin me zarat e batonit. Problemi është që e kundërta ka ndodhur, që drejtues Partisë Demokratike janë përpjekur në një farë mënyre të mos lejojnë eksese te kalim të reagimit qytetarëve, edhe për të mbrojtur qytetarët, jo thjesht për madje jo kemi bërë thirrje një pjesë të madhe të policisë, jo të atyre banditëve, patronazhistëve që janë futur në polici si kriminal, për të përdorur si shërbëtor kundër qytetarëve, po të atyre policëve profesionistë që janë aty mbase prej vitesh dhe që në fakt kur je afër nga herë të thonë edhe përshpërisin, o shef, o ne jemi demokrat, po s'kemi që bëjmë. Unë me këtë nuk jam dakord hiç, jemi sinqert, ju a kam thënë dhe atyre, se ajo teoria që për bukën e gojës, jo për bukën e gojës ti nuk mund ndunosh atë tjetrin që ka dalë po për bukën e gojës, por kjo është çështje tjetër. Megjithatë,